Dy ushtarak shqiptar triumfojnë në Shtetet e Bashkuara, fitojnë konkursin e Gardës Kombëtare të New Jersey. Dy ushtarak shqiptar kanë shënuar një sukses të rëndësishëm ndërkombëtar në Shtetet e Bashkuara, duke triumfuar në një nga garat më sfiduese të organizuara nga Garda Kombëtare Amerikane. Përmes një postimi në platformën X, Ambasada e Shteteve të Bashkuara njoftoi se rreshteri Marius Kaulli dhe korporali Humble Pay janë shpallur fitues të konkursin e ushtarit më të mirë të Gardës Kombëtare. Ky sukses vjen në një kohë në shënimin e 25 vjetorit të programit të partneritetit shtetëror mes Gardës Kombëtare të New Jersey të forcave të armatosura të Shqipërisë. Javën e kaluar, dërsa festonim 25 vjetorin e partneritetit mes Gardës Kombëtare të New Jersey dhe forcave të Shqipërisë, rreshteri shqiptar Marius Kaulli dhe kaporali Humble Pay garuan në konkursin e ushtarit më të mirë të Gardës Kombëtare të ushtrisë New Jersey për vitin 2026 dhe fituan në divizionet e tyre. Gjatë 4 ditëve të vështira, konkurrentët u shtyn deri në kufit përtej garave me pengesa, testeve të fitnessit, aftësive luftarake në ujë, lundrim në tokë dhe ushtrimet të qitjes, një stres që përfshin sisteme të shumëfishta armësh.